Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Burg. Sonte jemi të nderuar si televizion, ta kemi një nga diplomatët më të rryra, më të fuqishme në historinë e politikës kosovare, që nga fundi i viteve 80 e deri në ditët e sotme. Po besoj që e dini për kë kemi fjalën, për zonin Edita Tahiri. Përshëndetje zonja Tahiri, faleminderit që gjetet kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje juve dhe gjithë shikuesit tuaj, kënaqësi që jam me juve. Mbrëm, qytetarët e Republikës Kosovës e dhanë verdiktin e tyre. Nxarrën një rezultat nga zgjedhjet lokale. Cili është shqetësimi i këtij rezultati zgjedhor në këto zgjedhje? Fillimisht dua të them se e vlerësoj që atmosfera ishte demokratike. Shpreh një kulturë politike që nuk ka qenë në nivelet nacionale, edhe fushatat pozitive, por edhe këto urimet që ndodhen me njerë mes atyre që humbën dhe këta që fituan. Tregojnë një përparim të Kosovës në planin demokratik dhe politik. E ndërsa sa i takon rezultatave, unë fort nuk i analizoj nivelet lokale, ashtu nga i orientimi politik që nga fillimi si që përmendet ju, i kam qenë e fokusuar në nivel nacional dhe ndërkombëtar, duket se ishte sikur një reflektim, do thosha me pak ndryshime për opozitën, po pak a shumë reflektimi i zgjedhjeve nacionale të shkurtit si vjetë. Kosova është ende në tranzicion apo e kalu, për faktin që tani duket që zgjedhjet si në rrafshin lokal, ashtu edhe në qendror, qytetarët e kryjnë aspektin e votimit në mënyrën më demokratike. Pjesa tjetër, pastaj është klasa politike, i cili nxjerr gjëra të tjera që krijojnë ngërçe, krijojnë probleme dhe vështirësi pas procesit zgjedhor. Si e shihni këtë drejtim tek qytetaria kosovare? Para dua të them që nga pas lufta, Kosova ka dhënë provimin e demokracisë, gati në të gjitha zgjedhjet nacionale. Ndryshime ka kur fjalori po bëhet ma polarizues, madje edhe fyes, për ndryshe një standard e kemi vendos për shtetin e ri të Kosovës, ashtu si që kemi edhe vizionin për një Kosovë demokratike, euroatlantike, mirë po, si vjetë, pra, pas zgjedhjeve të shkurtit, Kosova është në një gjendje shumë të rëndë, e bllokuar për gati një vit. Edhe adresa dihet, sepse partia fituese ishte vetëvendosja. Ajo nuk pati aftësi që të krijojë një koalicion qeveritar, në mënyrë që parlamenti ta voton qeverinë e re, që doli në shkurt, ndodhi e kundërta, sipas shikimeve të mia, kur ti krejt kohën bëri përpjekje të gjej rrugë që të votohet si kryeministër, edhe pse shihte që s'ka vota nga opozita, edhe ajo situatë ishte për gjithë e qartë, sepse kur ti nuk bashkëpunoi me opozitën vjet, shkoi në dialog pa opozitën, kur i humbi zgjedhjet si vjet, pra i priti shumë ma shumë, mori ma pak, doli me disa fyre të rëndë ndaj opozitës, por edhe për gjithë qytetarët ishte fyerje. Prandaj ai nuk ishte në gjendje të sheh që nuk do të mund të bëhet kryeministër. Unë disa herë kam thënë në intervista që s'ka shans të krijohet qeveria Kurti 3 dhe ato me fajin e Kurtit, në mungesë bashkëpunimi me opozitën.
Dhe ai e çoi krejt vitin me manovrime, mashtrime, manipulime. Fund e pruni punën në parlamenti Erxoi, për 1 vjet e bllokoi Kosovën, pastaj ra vet, humbën të dytë. Edhe Kosova humbi shumë, por edhe ai humbi. Pse po e them humbi? Sepse mandatin e përparshëm ai kishte fitore të madhe, ra në vota, nuk ishte në gjendje me perceptu realitetin politik. Sot jemi në një Kosovë të bllokuar, të damtuar, jo vetëm në planin e brendshëm, që gjithë qytetarët po e shohin edhe po e shohin. Në planin e jashtëm, Kosova e dëmtuar me marrëdhënie të damtuara me Amerikën, pra suspendimi i dialogut strategjik që bëri Trumpi kundër Kosovës. Ato ishte kundër Kurtit, po Kosova është adresa. Pastaj Bashkimi Evropian që 2 vjet ka ndëshku Kosovën, tash doli raporti i progresit, po Kosovës nuk ja hoqën sanksionet. Me fjalë tjera, jemi të izoluar dhe rrugdalja ka qenë e mundur të gjindet me një gjuhë të përbashkët. Fundja nuk është hera parë që ka mos kuptime pozit-opozit. Në kohën atë kur kam qenë dhe unë në qeveri, ka pas situata, por janë të i kaluar. Hera parë, pra, nuk u të i kalu dhe po më keq që në historinë e re politike të Kosovës, ky vit unë e kam quajtur si viti mbrapsht, ndërsa shefi i zyrës BE-s në Kosovë, Orav, e quajti një vit i humbur. Për një shtet të ri, 1 vjet pra humbje e shumë fisht, sepse shteti i ri e përballon më vështirë bllokadat. Shtetet traditore mund të kenë, por kanë traditën edhe i mban ai temel që ma pak me ndje populli edhe shteti humbjet. Zënja Tahiri, nga viti 89, po marrëm si piknisje, deri më tani keni qenë aktive në diplomacinë, keni qenë idhëtare dhe luftetare denjtë për institucione, për shtetë të Kosovës, më shumë se jo, që e dini, që të krijohen miq. Nuk e din pothuajse askush në shtetin e Kosovës, dhe sot Kosova, në vitin 2025, është pa institucione pothuajse tër vitin nga shkurti i vitit këtij viti, dhe duket që do të mbyllet në këtë formë. Kosova është e izoluar, atë që e përmendet edhe ju, po ashtu si në aspektin e diplomacinë amerikane, evropiane, e aq më keq edhe me shtetin shqiptar. Pse kështu ndodh në shtetin më të ri që quhet Kosovë në Europë? Kur shtetet kanë sukses, i bie që udhëheqja e suksesshme. Kur shtetet dështojnë, pra dihet që udhëheqja e ka dështuar. Në këtë rast, na kemi një udhëheqje e cila është ilegale, pra nuk është as legale. Si Kurti sot është kryeministër në detyrë, pastaj është edhe deputet që me ligjin tonë s'ka mund edhe deputet edhe qeveritar. Pra si qeveri në detyrë, me pru Kosovën në këtë gjendje të rëndë, në anën tjetër opozita nuk kishte shumë hapësirë për të ndryshuar situatën, sepse ky e uzurpoi qeverinë, shkeli kushtetutën, shkeli ligjet. Nuk i ka ndodhur kur Kosovës, pra kjo situatë degraduese edhe politikisht, edhe ligjërisht. Sa është vështirë të bësh miq për një vend, këtë rast për Kosovën, dhe tani duket që edhe këta miq janë ftofur, nëse s'janë larguar, janë ftofur si në diplomaci, si në bashkëpunim, po ashtu edhe në ndihmësi. Kur e kemi filluar lëvizjen për liri e pavarësi, pra kur e themeluam lidhjen demokratike të Kosovës, në krye me Ibrahim Rugovën, ku ishte
Fehmi Agani i dyti, për Kapesha pastaj ishte Bukoshi i cili ishte në ekzil si qeveri dhe unë isha e treta në Kosovë si Ministria e Jashtme e Kosovës. Ne, kur i vendosëm drejtimet strategjike të LDK-s në një vumë diplomaci. Sepse ne ishëm të vetëdijshëm se vetëm krijimi i aleancës me Amerikën ka mundësi me botë suksesshme luftën tonë për liri dhe pavarësi. Ne mbajtëm gati një dekadë dhe mirë që 2 vitet e fundit erdhi edhe UÇK-ja, pra u bashkuan rezistenca paqësore dhe e armatosur, por nëni ishte diplomacia. Pra krijimi i miqësisë me Amerikën dhe aleancës strategjike ishte drita që dukej në fund të tunelit të gjatë që kishim gjatë okupimit të Serbisë, ku populli shtypej deri në gjenocid, po megjithatë përkundër gjithë kësaj qëndruam, rezistuam, një popull trim kishim i gatshëm për sakrifica, natyrisht u pagua shtrejt liria jonë dhe pavarësia me shumë humbje jetësh e forma të ndryshme të zhdukur, dhunimi grave, sido që tjetë ta rumbullaksoj, shumë është me rëndësi për shtetet vogla të kenë aleat të mëdhej. Dhe ne jemi shteti vogël, por kemi aleatin Amerikën dhe atë krijuam ne udhëheqja. Tani me ardh puna, për shembull ne kemi krijuar zyrtarisht këtë aleancën në vitin 1992. Unë jam një prej autoria kryesorëve sepse kam punuar në zbatimin e aleancës. Një është arritja e aleancës, pastaj zbatimi apo partneriteti. Ne Kosova gjithmonë kemi qenë partner strategjik me Amerikën dhe erdhi Kurti, jo vetëm si vjet, po edhe vjet, pra nuk tregoi ndonjë orientim pro-amerikan. Madje mund të them që edhe nuk është pas shumë edhe qasja ti pro-perëndimore. Zënë Tahiri, të krijosh aleat e përmendëm është e vështirë të mbash, është më vështirë, po keni qenë pjesë e bisedimeve, pjesë e këshillave, pjesë ndoshta ndonjëherë edhe presioneve ndërkombëtare në bisedime dhe në rrethana të ndryshme historike, por që çdo herë keni dalë fitimtarë në këtë kuadër të diplomacisë, edhe kemi dalë fitimtarë si Kosovë. Ndërsa tani duket që ka ndryshu pak sa raportet Kashi bashkësisë ndërkombëtare. Dhe duke jashtuar më shumë që një tip popull ka qenë falendërues, pothuajse 100% për ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare kur ka qenë Kosova në kohët më të vështira, ndërsa tani shohim një narracion pak më ndryshe, sepse rrjetet sociale kanë nxjerrë në sipërfaqe edhe mendimet e qytetarëve dhe mbështetësve të ndryshme të subjekteve politike, të cilët shpeshherë ngrisin një pikë pyetje që Kosova mund të qëndrojnë edhe vetëm pa këtë mbështetje. Kosova është një shoqëri edhe e shkolluar, edhe intelektuale, por jo të gjitha nivelet e kanë shkallën e njëjtë të edukimit, njohjes së marrëdhënieve ndërkombëtare apo diplomacisë. Këta zëra apo këto zëra që thonë se një shtet i vogël si Kosova mundet pa aleatët e mëdhej, janë ignorant, janë të padijshëm, madje nuk ndjejnë përgjegjësi se kur flet gabimisht ke përgjegjësi se damton shtetin, damton qytetarën. Pra, ignorantët të marrin qaf. Falë që LDK-ja ishte krijuar nga elitat intelektuale edhe patriotet e Kosovës. Prandaj ditëm rëndësinë e Amerikës, rëndësinë e perëndimit. Kështu që përgjigjja ime është që Kosova dhe shoqëria jonë sa më shumë duhet të angazhohet, tash do të kemi prapë zgjedhje përmes votës. Pra,
të votoj ata që ja sjellin Kosovës ardhmërinë e ndritur, evropiane, që Kosova më shpejt të bëhet antare e NATO se Bashkimit Evropian, si edhe të hiqet suspendimi i dialogut strategjik, të hiqen sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të filloj zhvillimi ekonomik se populli është gjendje shumë të varfër. Është krejtësisht reale që nuk mundet me mbet peng diplomacia botërore evropiane dhe amerikane ka shi Kosovës duke e përcjellë, për faktin që tani kemi 26 vite në liri, por a kemi mundur ne si Kosovë me diplomacinë tonë që të jemi paralel me zhvillimet të ndryshme gjeopolitike në rajon, në Evropë e më gjerë. Vetëm, po besoj që e ke pyetjen bashkë me Amerikën se sa për veti, vetëm duhet të jemi të vetëdijshëm që edhe Shqipëria jonë, pra që kemi, edhe as ata nuk janë të fortë, prandaj për sa i takon ku kemi mund me qenë, unë them që do të ishim shumë ma përpara se që jemi sot. Pse po e them? Sepse Kosova ra viktime populizmit, të fjalëve të mëdha të Kurtit, fjalëve boshe. Jo vëra sovranitetin veri me fjalë. Pse po e them? Se unë jam ajo bashkë me qeverit e Thaçit e Mustafa, se kemi shtrit më sovranitetin veri, i kemi shbërë gjitha struktura. Paralele kemi vendoset institucionet e Kosovës me veprim lokal në veri, me polici, madje në kohën tonë, kur ka shku njësit speciale në veri, nuk ka ardhur puna me kërku falje, sikur tash Kurti lavdohet me fjalë për sovranitetin në veri, qeveria Kurtit kërkoj falje pse pas ka shkel kufinin me shku në veri. Pra kemi të bëjmë me kontradikta, pra këndej deklaron diçka në anën tjetër, kërkon falje që është edhe shumë e rëndë, se po cënohet dinjiteti shteti. Shteti flen përmes udhëhecëve, përmes qeverisë. Pra, kështu jemi sot. Sido që tjetë, unë rresim dua të shpresoj që zgjedhjet e ardhshme, pra, që po pritet së shpejtin dhjetor apo në pranverë, nuk e di, ka shumë opcione, por për me mrite që ato zgjedhjet i kemi edhe një hendek të madh. Cili është ai? Duhet kaloj buxheti i shtetit, një. Plani rritjes i Bashkimit Evropian, neve na u kanë ndalu financat që na takojnë nga Evropa si shtet që aspirojmë me u bë antare, pra krejt ato fonde që kanë qenë për investime në Kosovë që një vjetë s'kanë ardhur, kemi humbë. Në anën tjetër, në qoftë se nuk e te i kalojmë tash buxhetin, ne do të kemi probleme për vitin e ardhshëm. Pavarësisht që Kurti ju jep 100 euro studentëve, i premton rritje pensionesh, por si realiteti është ky. Pra duhet gjendet mekanizmi për të te i kalu këtë hendek të buxhetit, po ashtu duhet shpallen zgjedhjet. Dhe zgjedhjet i shpall parlamenti. Pra në këtë situatë që kemi, jemi me sfida të mëdha prej sot që po flasim deri në fund të vitit. Zënë Tahiri, ju e dini më mirë se ne, që shpesh në diplomaci, në politikë, janë disa gjëra të cilat nuk thuhen për opinionin, por realisht janë ato që ose të mbojnë peng ose të avancojnë në këtë drejtim. A është peng qeveria i formimi i institucioneve edhe që kjo mbyllje që është me faktorë ndërkombëtar për mbyllja e marrëveshjes me Serbinë? A është diçka e mbrëmshme këtu që po i fregohen, që të marrin përgjegjësi në raport me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare apo nganjëherë edhe me realitetet që
nuk janë shumë popullore dhe nuk janë të pranueshme për qytetarët e Kosovës. Është komplekse. Edhe pyetja juaj, edhe përgjigjja ime s'mund të bëhet me një fjali. E pare, dua të them që Kurti mori vota, bile shumë, nga votuesit e tij, që ju tha se unë kur nuk shkoj në dialog me Serbinë. Pastaj tha, unë jam kundër asociacionit, nuk e pranoj kur. E të tjera shumë tha, krejt i haroj dhe shkojnë në dialog, madje bëri kompromise kundër kushtetuese. Dhe tash kur jemi, nuk është çështja se Kosova është në bllokat e është bloku dialogu, jo, kjo nuk është vetëm faji i Kosovës, por edhe i Serbisë, se Serbia tash një vit është në probleme të brendshme. Kthehem tek ngërçi institucional që ka ndodhur në vitin 2025. Përkatësisht nga 9 shkurti nuk kemi institucione. Kemi po historikun e rrjedhjeve të ngjarjeve, edhe që nga shpallja e rezultateve të 9 shkurtit ishte një deklaratë e zotit Kurti karshi partive opozitare, që duke që ishte e qëllimshme për të larguar partitë opozitare për të krijuar rezistencë në këtë drejtim. A keni pa gatishmëri të zotit Kurti për marrëveshje, kompromisi mes subjekteve politike në këtë periudhë kohore, dhe a ka qenë një skenar i përgatitur që dukej që dhe partitë opozitare kanë ra prej e këtij skenari zotit Kurti që pas çdo veprimi kanë shku prapa? Mendoj që Kurti nuk e njeh konceptin kompromis në personalitetin ti, që është egocentrik, pa bazë se kur ti je egocentrik, duhet kesh një bagazh, një njohurishe, një kapital historik që ai nuk e ka fare, pra zero kapital historik, megjithatë ai vazhdon pra me shty procesin duke menduar se do ta mbri vetëm, pra nuk njeh kompromisin. Në anën tjetër, mendoj që opozita ka mund të gjej një formulë ndryshe se sa që e ka zgjedhur tash. Cila do të ishte? E para, e vlerësoj që opozita mbeti konsekuente. Tha jam kundër me Kurti, edhe kur erdhi puna për qeveri, erdzuan Kurtin, këtë konsekuencë e vlerësoj. Po atë formulë që po flas unë, kanë mundur opozita mes vete me bani kompromis dhe një qeveri të përbashkët, dhe me gjithë votat që janë në dispozicion parlament, moti ka mund të krijohej qeveria e opozitës dhe mos vinte puna që një vjet me glop. A ka pasur mos guzim edhe nga pjesa partive ish opozitare për mos marrën në përgjithësi, se në një farë formë ose formën tjetër që nëse ne do të formojmë qeveri, bashkërisht do të forcohet Kurti. Kjo ka qenë një narracion, po ashtu tjetra, a ka qenë një lloj frike partive opozitare që karshi obligimeve ndaj bashkësisë ndërkombëtare, lidhur me dialogun me Serbi, që nuk kemi po veprime konkrete në këtë drejtim. Shumë është komplekse, do me thonë, edhe analiza që po e bëj unë. Kur e thash që ka mund të gjindej një formulë, sepse në kohën tonë, herën e fundit kur isha unë bashkë me Hashimin koalicion që u gjet një formulë. Për shembull, LDK-ja kishte isën, ata në opozitë, na ishim parti në pushtet, po u gjet formulë. Hashimi bëri kompromis, pra hoq dorë nga
mundësia mu bo kryeministër, u bo Isa kryeministër, ndërsa në marrëveshje, mas një vjetë Hashimi u bo president. Kur hynëm në ngërç politikën, me njerë kam postu në Facebookun tim fix këtë formull duke thënë që të shfrytëzohet kjo formull që është bërë në kohën tonë. Po jo, për fatë keq që ja, sot po bisedojmë mas sa 9 muaj, sa ende kërkun, si do që tjetë, unë fola për opozitin, po këtu krye fajtori është Albin Kurti. Fatë keqësisht pra, ashtu si që nuk ka bë asgja për lirin dhe pavarësinë e Kosovës, nuk është duke bë kur gjo edhe për Kosovën e pas luftës. S'po di, a reflekton të njerë Albin Kurti për veten? A mendon se na se cili mendojmë kohë pas kohë, bëjmë një lloj bilansi, madje ndoshta se bëjmë publik çka mendojmë për vete. Po, krejt e bojnë. Po edhe nëse se themi na, e thot opinioni, e thot historia, e thot bota, pra i një qartë bota epokat e suksesshme Kosovës, si që është historia e çlirimit, e pavarësisë, e dëbimi i forcave serbe, bombardimi serbe, arritje kapitale, po edhe mas luftën e patëm arritje jo Atisari, pavarësia, deklarata e pavarësisë, njohu gjykata ndërkombëtare për drejtësi. Po flas sukseset dhe arritjet historike i regjistron edhe historia edhe populli edhe shoqëria, por ta jap sikur rezume të kësaj pjese, koha që qytetarët e Kosovës të mendojnë mirë kujt po ja japin votën. E kanë situatën e qartë. Me një anë keni Kosovë të bllokuar një vjet, me fajtorin Kurti, në anën tjetër pra opozita e cila bëri përpjekjet e saja, por në suazat të opozitës. Prandaj vetëdijsimi i qytetarëve është shumë i rëndësishëm që vota të shkoj të merituarve. Zone Dahire, kemi po tentativa çdo 48 orë, derisa kur u konstitu kuvendi, në gjetjen e një kandidati për kryetar kuvendi. Erdhë zotri Dimal Basha. Më pas kemi pa hapësirën apo kohën që ka pasur zotri Kurti për të formuar si mandatar qeverinë, nuk arriti. Tani jemi në pjesën e dytë, të cilën zoni Osmani ka nxjerrë një vendim që ja ka dhënë mandatin zotrit Konjufca. Si e keni pa këtë, zoni Osmani nuk ka dëshmu, nuk ka dhënë për opinionin fakte që zotri Konjufca ka bindur që i ka gjartë një numra. Si e gjykoni këtë veprim të zonës Osmani? E vlerësova si skandaloze, sepse një presidente me u bazu të gjasat, sa e s'kishte faktet prezentuara nga Kurti për ta kandidu Konjufcën, se kushti ishte që paraqitet një themi një bindje faktike e presidentes që kanë 61 vota. Ajo doli tha, po shoh gjasat. Presidentja nuk nxjerr vendime mbi gjasat. Po veç me mendu sa vjet është vjosa presidenta mbi gjasat deri tash pas ka bo vendimet e Kosovës, mirë po përveç asaj. Vjosa erdhi në pushtet me ndihmën e Kurtit, me votat e Kurtit. Ai e bëri president dhe pastaj Vjosa ju bind shefit politik pra. Kujtohet prej kohës, kur Kurti filloi jo dialogu, jo solli marrëveshje me Serbi, pa njohje reciproke, shumë dështime, Osmani si presidente asgjë nuk fliste. Pastaj u prish marrëdhënia me Amerikën, ishte një kohë kur një fjalim ajo foli mirë në parlament me një fjalim vjetor, prap ju kthy për krajes e Kurtit. Pra, kur Kosova është me dialog strategjik të suspenduar nga Amerikën, presidentja duhet me qenë shumë e zëshme
Pra, sepse dami i madh i është bërë shteti. Unë kam marrë përfundim që presidente me shtet blokuar 1 vjet, a thu si e ndjen veten, sepse fundja ne gjithë që shqetësohemi nga pozicioni që kemi, po kur je nishi i shtetit, shqetësimi, përgjegjësia, pra ato janë të një dimensioni, krejt ndryshe nga mendimi politike, qytetarët, intelektualet e tjera. Ajo asnjëherë se dëgjova të shfaq një keqardhje. E pakta ka mund njerë me bo një paraqitje televizive, si që bojnë presidentat. Kur është keq vendi dalin, edhe i tregojnë popullit keq jemi në blokad, qëto janë damet, qëto janë mundësi me dalë. Jo, gjoja asgja nuk po ndodh. Fatkeqësisht, Resim, Kosova bashkë me Kurtin, me Vjosën, ka një situatë ku udhëheqin njerëz që ju mungojnë aftësi si burr shtetas apo gra shtetas. Tani jemi duke pritur edhe afatin kohor ose kurthe të tjera të kuvendit që të shihet edhe mandatari i dytë, zoti Konjufsa. Cilat janë hapat që duhet të njekin subjektet politike kashi këtij vendimi që do të mirën në kuvendin e Kosovës? Duhet të gjendet apo ka vend për kompromise politike, sepse partitë ish opozitare janë deklaruar që janë për zgjedhje, apo duhet të votohet pa kompromise politike, zotri Konjufsa, që të shtyhet edhe një kohë, një qeveri e re me zotrin Konjufsa, cilat janë hapat që mendoni duhet të ndërmarrën institucionet ose subjektet politike, pa përjashtuar ato që janë të njëjta që kanë zvarrit nga shkurti deri në tani. Konjufsa është kurbani i Kurtit. Kurti sakrifikoi Konjufcën kur ishte koha për të zgjedhur kryetarin e parlamentit. Kurti në veset propozoi Konjufcën, i cili në atë kohë, përsa kam lexuar, gëzonte një lloj përkrahje nga pozita dhe opozita nga deputetët në parlament dhe ka pas gjasa të bëhej kryetar parlamentit. Por Kurti zgjodhi të luajë me emrin e Haxhiut, edhe për një person anonim kryetar parlamentit. Dhe unë e kam thënë publikisht, unë mendoj që Kurti ka një idhnim me Konjufcën. Ajo është që kur Konjufca ka pas deklaruar kush e pranon asociacionin është tradhtar. Në atë kohë kur e ka thënë Konjufca, ka qenë koha jone, se ka ditë që i vjen koha që lideri vet, pra Kurti e pranon. Kur Kurti e pranoi asociacionin, Konjufca mbylli gojen, por i kushtoi se Kurti e marginalizoi. Dhe tash, kur e ka propozu me rëzu Konjufcën. Se opozita jo Konjufcën, po asken mon nuk e votojnë. Pse? Se është që kjo VV, pra. Që kjo VV e blokoi Kosovën. Çdo kandidat që e çet VV, opozita të argjon, me dhe ato me merit. Zënje Tahiri, variante që flitet më shumë të janë zgjedhjet. Zgjedhjet a do të krijojnë zgjidhje? Pyetje e mirë, një kohë, themi, kur u bë tetori, unë dola me një qëndrim që nuk jam për zgjedhje, por jam që të gjendet një qeveri kompromisi. Pse? Sepse qeveria kompromisit, që fast të mbetur, tetor deri fund vitit, ka qenë mekanizëm për të i kalu këto sfidat që i fola, jo buxhetin, jo planin e rritjes, mundësish edhe përmirësimi apo zbutjes së sanksioneve amerikane dhe të BE-s, pra që ato i ka që e qeveri, por nuk u bo deri tash, nuk po shoh as mekanizëm
si do të i kalohet, rekomandimi im resim është le të shikohen pra praktikat në për shtetet ndryshmet, kur kanë ardhur në një situatë zgripci, pra, si që jemi në angusht tash, me pa çka kanë bo shtetet tjera, edhe në një model të tillë ta bëjmë, nuk jam gjendje me e thonë me fjalë konkrete, po vetëm po këshilloj të shikohen modele në përbot. Si shihet në syrin diplomatik evropian, ndërkombëtar dhe amerikan, ky ngërsh politik për një vit, Kosova pa institucione, cili është dëmi që i është shkaktuar Kosovës si në aspektin diplomatik, ekonomik dhe atë zhvillimor. Po, ata folen, edhe Amerika, edhe Bashkimi Evropian. Amerika fakti që suspendoi dialogun strategjik. Pra, bëri publikisht qartë që i kam prish marrëdhëniet, nuk e tha me Kosovën, po me Kurtin. Me fjalë tjera, thanë, jo me popullin, po me Kurtin. Pra, Amerika na ndëshkoi hapur, ishte një shuplak diplomatike, e rëndë, pra, kështu na kanë pa edhe na ndëshkuan. Nisoj është Bashkimi Evropian, 2 vjet sanksione, ende fundi vitit nuk i hoqën. Me fjalë tjera, imazhi i Kosovës, për atë sa e kemi rrit pra në kohën tonë, ka qenë vendi respektueshëm, na s'mund të jemi lider mbot, por na ishim një shtet i respektueshëm që kontribonte për paqe e stabilitet në rajon. Tash imazhi jon ka ra poshtë, deri për të rikthy merko. Me fjalë tjera, e mos harrojmë që njohje s'ka pas, jo veç si vjet, po gati në krejt qeverinë e Kurtit. Hiç Siria që na njofti, që gjithve na gëzoi, po njohja nga Siria nuk është rezultati i diplomacisë Kosovës. Fal Erdoganit, i cili ka shumë ndikim në Serbi, se Erdogani jo veç në rastin e Sirisë, po edhe Egjipti kur na ka njoft, ka qenë kontributi Erdogani dhe Pakistani, sepse to janë të mira, na i mirë presim, veç desha ta dallojmë suksesin e qeverisë Kurti apo diplomacisë edhe liderëve që apo shteteve që kemi miq, pra siç është në një Amerika, pastaj Evropa, pastaj vjen Turqia e të tjera. Pra, këtë blokade, këtë vendnumrim të Kosovës do ta paguaj gjithë Kosova. Na jemi tu pagu çdo ditë, vetëm të shkojmë në treg. E shohim sa e shtrejtë është porta e ushqimit, pra, gjërat bazike për jetë. Hajde na që kemi një nivel mesatar, kur edhe ne pa ankomi, po ato familje që jetojnë minimum një rrogë, nëse kanë familje dhe ato rroga të mjerueshme, sinqerisht, një gjendje pesimiste, dhe uroj që ky pesimizëm të përfundoj, dore kanë krejt subjektet, Kurti e opozita, kur thash, opozita ka mund të bëj, por nuk e bë tani, edhe ajo histori mbaroi, Kurti nuk përmirësohet, sepse po vrehet që nuk skuqet, as nuk turprohet për gjithë këto gjërat këqija që ja bëri Kosovës. Një nga temat që është trajtuar më shumë në këtë vit dhe para zgjedhjeve të përgjithshme ka qenë veriu i Kosovës. Ka pasur zgjedhje, janë zgjedhur kryetarët komunave në veri të Kosovës shqiptarët, tani në zgjedhjet e fundit janë zgjedhur nga lista serbe. Zonja Tahiri, si vlerësoni apo si e shihni këtë fakt që të njëjtit nga njëjti subjekt zgjidhen kryetarët e komunave në veri të Kosovës, po nga njëjti subjekt ka deputet në kuvendin e Kosovës, në njërin anë ata pranohen si kryetar komunash, në njërin anë tjetër nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi dhe duket që vetë fakti që janë pranuar deputet, ata janë pjesë e kuvendit të Kosovës. Shihet këtu një farë
Nuk e kuptova pyetjen tuaj. Kemi krytar komunash nga lista serbe në veri që janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit. Kemi deputet nga lista serbe që janë në kuvendin e Kosovës. Ata janë tani do të jenë legjitim, edhe këta janë deputet, po nuk shihet bashkëpunim me këta. Si e shihni këtë pjesë dhe pjesën që do ta përcjell në veriun e Kosovës? E para, dua të them që ata kryetar të ri të komunave, që kanë dalë nga këto zgjedhje përfshirë edhe 4 komunë veriore, janë legjitim, janë legal, janë qytetar tonë. Edhe propaganda nacionaliste e Kurtit, i cili përmes kritikave ndaj pakicës serbe mundohet me rrit patriotizmin, ato leçi nuk kanë kur farë vlere, po vetëm e damtojnë Kosovën, sepse kam thënë disa herë, nuk ka shtet pa minoritete, edhe ata janë tanë. Vjetë, kur Kurti pra shkeli koordinimet me aleatët, me Amerikën dhe Bashkimin, bëri zgjedhje, po pse i shkeli hapat, e bojkotuan shumica serbe në veri, u bon kryetar shqiptar, po s'kishte legjitimitet, se kur të bojkoton shumica, s'ke legjitimitet. Me fjalë tjera, ranë që ato shkeljet Kurtit, Bashkimi Evropian e kanë dëshkuar Kosovën që 2 vjetë, plus Kurti, derisa në një anë provon përmes minoritetit serb me u tregu patriot ndaj militantave, në anën tjetër është që ky Kurti që u zu në video biseda me Radojčićin e që ishte kryesori në sulmin Bajsk. Ai vërtet video s'është Kurti, por është mimoza, pra e cila në fakt ka marrë udhëzimet e Kurtit me bashkëpunu me minoritet. Resim me një anë, me bashkëpunu jashtë syvit opinionin me Sërbë, e në anën tjetër me i shajt e me i kryti. E parash munges e kulturës shtetërore, se kur je shtet, kur je qeveritar, kur je minister, ti je i të gjithve. Ndryshe është kur bëhen politika partijake, është tjetër muhabet. Ama kur je kryeministra, presidenta, kryetar parlamentit, je i gjithë qytetarëve. Kurti i shken këto gjërat vetëm në qoftë i del një profit politik në vota. Po e kam thënë edhe herave tjera, pushtetin nuk është bre e gjitha. Për te pushtetit janë edhe vlerat tjera. Kurti aq është i verbruar mas pushtetit. As shtetin se një, as qytetarët, as minoritetet. Fatkeqësisht. Populistat janë të tillë. Pra, neve në rahise Kurti, ka populista e autokrat bëllë në përbot, kështu që këto janë mangësit. Megjithatë, e ka një mbështetje popullore që është shihet 42%, e cilën është marrë mbështetje nga populli. Po flet për të kaluarën, apo? Po flasim për E shkurtin. patit madhe, po ra si vjet, apo? A ra në 20%. A provoj një vjet më bo kryeministër, po? A ra. Erxoj parlamentin, pra duhet me mendu nuk është më ai Kurti 50%. Është Kurti që ra në 40 dhe është Kurti që ra në parlament, pra ka ndryshuar shumë situata. Zënja Tahiri, për fund, kemi po shpesh herë që ndihmesën ose këshillat apo presionin e bashkisë ndërkombëtare në krijimin e institucioneve. Kësaj here duket që nuk ka pasur infiltrim të bashkisë ndërkombëtare. As këshilla, as presion ju ka lënë vetë të zgjedhurve të popullit të krijojnë institucione. Jo, është ndryshe. Nuk është ashtu. Ka pas shumë angazhim të aleatëve ndërkombëtar që të ndihmojnë krijimin e qeverisë të përbashkët dhe të tejkalohet kjo situatë. Por një faktor në ekuacion nuk funksion, cili ishte Kurti. Pra,
ai nuk pranonte të bëhej një qeveri ose uniteti ose kompromis. Ai veç donte çfarëdo që të bëhet qeveri, ai duhet me qenë njëshi. E shtyu një vjet, hynin në parlament ra, leqi ra vese me pranu, u që ti kandidatin prap të vetë vendosis, po apo e shet që s'po të votojnë, po të rasti konjuftës të thash, e bëri kurban për shkak gabimeve të konjuftës, ndaj Kurtit në rastin kur quajti tradhtar ata që pranojnë koalicione. E thënë që bashkësia ndërkombëtare ka qenë për një qeveri? Ka qenë. Është edhe është angazhu në mënyrë shumë delikate, pra nuk ka pas në lajme, por ndoshta keni pa atë shumë frekvencë ka pas të vizita, sidomos te presidentja, nga e cila u prit që të punoj me, siç është edhe rendi, me subjekte, por nuk pati sukses, sepse kishim bëjmë me Kurtin, nuk shihke opcion tjetër, veç ai qeveria Kurti 3 pa të bo refre, edhe ja nuk u bo. Zënjë Taje, faleminderit që ndot kohën dhe opinionin për televizorin Arria. Faleminderit po ashtu, sukses e juve. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.